Noti shpesh përmendet si një nga aktivitetet më të plota. A mundesh me na spjegu ma mirë pse noti është një nga sportet më të rëndësishme që duhet ta mësojmë qysh në moshë të vogël? Po të marrë parasysh se si sport noti është shumë i rëndësishëm, por kohën e fundit noti po shfrytëzohet ose po përdoret as si rehabilitim i personave pas lëndime, qoftë fituar gjatë aktivitetit fizik, por edhe të lindra. Kështu që për dy arsye po deshka me marrë më natë, edhe për krijimin e një personaliteti më të shëndosh dhe më kuptim plot, po edhe normal edhe për rehabilitimin e personave që shtohen më herët pas lëndime të ndryshme apo deformitete të caktuara. Do me thonë, edhe nëse dikush nuk don mu bo notar profesionist, ja vlen prap me mësu notin. Gjithsesi ja vlen për shkak një ambienti të cilet gjendet që nuk është një sport i zakonshëm, e thojna, rrethonat të cilat gjendet në aspektin pozitiv, në gjendjen të cilën e sjell gjatë kohës të cilën ne praktikojna notën, ose një person i caktuar që praktikon notën, pothuaj të gjitha obligimet apo streset e ditës së rëndëmt i largon. Fokusi bëhet gjithmonë te pjesa e notit, edhe në aspektin emocional ndikon jashtëzakonisht shumë.